Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, mirëmbrëma dhe qoftë lëvduar Jezu Krishti. Në këto momente ju ftojmë të lutim së bashku mbrëmsoren. Sot është diel dhe jemi në javën e tretë gjatë vitit liturgjik A. Psalmet i marrim nga java 3 e psalterit. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Krijuesi i lartë i dritës, që shfaq dritën e ditëve, që në zanafill blaton burimin e dritës së re të botës. Që në agim urdhëron ditën, t'ja lëshoj vendin mbrëmjes, derdhet ka osizi, lutjet me lot dëgjoji. Mendja e rënduar nga krimi të mos mbes pa shpërblim të jetës, ndërsa asgjë se mendon të përjetshme veten e lidh pas fajesh. Të trokas në zemër të qiejve, të nxjerr çmimin jetëdhënës, çdo dëmi le t'i shmangemi, çdo ligësie të pastrojmë. Jepna o atë plot drejtësi, dhe o bir baraz me atin, me shpirtin ngushëllimtar, sundues ndër të gjithë shekujt. Amen. Antifona par. I tha Zoti Zotit tim, rinë të djathtën time, aleluja. Psalmi 110. Mesia, mbret dhe mështar. I tha Zoti Zotit tim, rinë të djathtën time, derisa t'i vë armiqtë të tu shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd, Zoti do ta shtri nga Sioni, sundo midis armiqve të tu. Ty të përket më i lartë i pushtet në ditën e fuqisë sate, në shkëlqime të shejta, nga kraharori i para yllit të dritës unë të linda. Zoti u përbetua, as se si s'do të pendohet, ti e prift për amshim në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretërit ditën e zemrimit të vet. Në udhtim ujë do të pi prej përrojit, prandaj lart do ta ngrej kokën. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. I tha Zoti Zotit tim, rri në të djathtën time. Aleluja. Antifona 2. I kumtojmë mrekullitë e tua e të falenderojmë o Zot. Psalmi 111. Vepra të mëdha të Zotit. Me gjithë shpirë do ta lavdëroj Zotin, në kuvendin e të drejtëve në mbledhjen e tyre. Të mëdha janë veprat e hyjit për të shqyrtuar prej atyre që i duan. Stoli e shkëlqim është vepra e tij, drejtësia e tij qëndron në shekuj të shekujve. Ungre përmendore e mrekullive të veta, i mëshirshëm e mëshirdhënës është Zoti. U jep pushim atyre që e druajnë, e kur se harron beslidhjen e vet. Populli të vet i kumtoi fuqinë e veprave të veta, duke u adhuruar pronën e paganëve. Veprat e duarve të tij janë drejtësi e besnikëri. Urdhërimet e tij janë të vërteta, të qëndrueshme në jetë të jetëve, të themeluara mbi të vërtetën e drejtësinë. Shpërblim i dha popullit të vet, beslidhjen e vet e bëri të amshueshme. I shejt dhe i tmerrshëm është emri i tij. Fillimi i dijes është frika e Zotit. Janë të mençur të gjithë ata që veprojnë sipas saj. Lavdia e tij qëndron për amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. I kumtojmë mrekullitë e tua e të falenderojmë o Zot. Antifona 3. Hyj mbretëron, atij i qof lavdia, aleluja, aleluja. Kënga kraso librin e zbulesës, kapitulli 19, rreshtat 1 deri 7. Dasma e qengjit. Aleluja, shërbim, lavdi dhe pushtet hyjit ton. Sepse gjyqjet e tija janë të vërteta dhe të drejta. Aleluja. Aleluja. Lavdëroni hyjin ton
të gjithë shërbëtorët e tij. Të gjithë ju që e droni të veçel e të mëdhenj, aleluja. Aleluja, mbretëron Zoti. Hyi ynë i gjithë pushtetshmi, aleluja. Aleluja, le të galdojmë e të brohorasim. Dhe t'i japim lavdi atij, aleluja. Aleluja, sepse erdhi dasma e qengjit. Gati është nusja e tij, aleluja. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës amen. Hyji mbretëron, atij i qoftë lavdia. Aleluja, aleluja. Leximi i shkurtër marrë nga letra e parë e Shën Pjetrit Apostull, kapitulli i parë, rreshta 3 deri 5. Qoftë bekuar hyji, ati i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na rilindi me anë të mëshirës së vet të madhe në saje të ngjalljes prej të vdekurish të Jezu Krishtit, për shpresën jetësore, për trashëgim të pashkatrueshëm, të panjoll e të pavyeshkëm, që e ruajti për ju në qiell, për ju që jeni të ruajtur me fuqinë e hyjit në saje të fesë, për shëlbim që është gati të zbulohet në kohën e fundit. Përgjigje e shkurtër. I bekuar je ti o Zot në lartësitë e qiellit. I bekuar je ti o Zot në lartësitë e qiellit. Ty të qoftë nderi dhe lavdia në shekuj. Në lartësitë e qiellit. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. I bekuar je ti o Zot në lartësitë e qiellit. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Nxënësit më njëherë lanë rjeta të shkuan pas tij. Kënga Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me hare i brohorit hyjit shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt. Qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua, hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni me brezni. Për ata që e druajnë. E tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rrezoi princat prej froneve të tyre. E i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. E të pasurit i nisi duar that. I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet. Duke sjell në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tan. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës amen. Nxënësit me njëherë lanë rjetat e shkuan pas tij. Lutjet e besimtarve. Me zemra të gëzuara t'i lutem Zotit, i cili botën e krijoi, e ripërtriu me shëlbimin e vet dhe përcjell me dashuri. Ripërtri o Zot veprat e dashurisë sate. Të lavdërojmë o Zot i madh për fuqinë tënde, me të cilën e krijove gjithësinë, dhe për provanin tënde që shfaqet në jetën e njerëzve. Ripërtri o Zot veprat e dashurisë sate. Nëpërmjet birit tënd, princit të paqes dhe ngadhnyesit mbi vdekje, lirona nga pikëllimi dhe frika. Ripërtri o Zot veprat e dashurisë sate. Të gjithë atyre që duan drejtësinë, jepua mundësinë që të bashkëpunojnë në ndërtimin e një bote të re në paqe të vërtetë. Ripërtri o Zot veprat e dashurisë sate. Ndihmo të shtypurit, liroj të burgosurit, ngushlloj të mjerët, jepu bukë të uriturve, forcoj të dobtit. Në gjithçka tregoje ngadhnimin e kryqit. Ripërtri o Zot veprat e dashurisë sate. Birin tënd pas vdekjes dhe varrimit, mrekullisht të ringjallën e jetë dhe lavdi, bëj që ata që vdiqën së bashku me të arrijnë në lumturi tek ti. Ripërtri o Zot veprat e dashurisë sate. Ati ynë që je në qiell u shenjë troft emri yt, art mbretëria jote u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë.
Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyje gjithë pushtetshëm dhe jamshuar, drejtoj veprimet tona sipas vullnesës sate, që në nder të emrit të birit tënd të dashur, të bëhemi të pasur me vepra të mira. Nëpër Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjtë hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin.